Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe ato të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPA ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. SPA ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 16 persona të tjerë në hetim. Nga 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë në hetim gjatë vitit 2025, rreth 50% e tyre, numri 18, janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Rreth 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, duke treguar qëndrueshmëri dhe efektivitet në ndjekjen e nivelet më të larta të administratës publike. Për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar gjatë vitit 2025, edhe pse numri i hetimeve që lidhen me krimin organizuar është më i ulët krahasuar me vitin 2024, numri i çështjeve të përfunduara për këtë kategori ka shënuar rritje me rreth 3.4% nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Të dhënat krahasuese për periudhën 2024-2025 tregojnë gjithashtu një rritje me 11.5% të personave në hetim dhe 36.6% të personave të dërguar për gjykim, çka tregon një orientim më cilësor të hetimeve dhe strukturave më të gjera dhe më të organizuara kriminale. Për sa i përket hetimit financiar dhe pasuror, sektori i hetimit financiar ka ushtruar funksionin e 12 hetues, ndërsa vijojnë procedurat e rekrutimit edhe për 4 të tjerë, procedurë e cila është në fazën e procesit të vettingut të punonjësve që janë hetuesve që janë kualifikuar. Një rritje që duhet realizuar është dhe rritja e efikasitetit të këtij sektori, i cili tashmë operon me një rrjet të zgjeruar aksesi në 22 databaza shtetërore dhe private. Kjo ka mundësuar që të hartohen profile financiare të personave në hetim, duke zbuluar skema komplekse të pasrimit parave, të përdorimit nga persona të tretë të parave që përbëjnë produkteve penale, transferet e dyshim të jashtëtetit. Gjatë këtij viti kemi vijuar të zbatojmë parimin e ndjekjes parave paralelisht me hetimin penal dhe vlerët e sekuestruara dhe të konfiskuara gjatë vitit arrin shifrën prej 45.4 milion euro, ku përfshihet dhe sekuestrimi i kriptovalutave me vlerë ekuivalente prej 14.5 milion dollar ose rreth 12.4 milion euro. Për sa i përket çështjeve që lidhen me zyrtarët e lartë, vlera e pasurive të sekuestruara është në shifrën 1.1 milion euro, ndërkohë që vlera e pasurive të konfiskuara për këtë vit ka qenë në shumën 100.000 euro.